Vetëm 40 ditë në ndajnë nga kremtimi i 100 vjetorit të pavarësisë kombëtare, e Vlora nuk është as më shumë dhe as më pak se një qytet i dal nga lufta. E duket se këtij realiteti nuk i ka shpëtuar dot as kompleksi muzeal i rrugës Justin Godart, rrugës së hershme të qytetit e cila mban mbi supe një pjesë të lavdisë dhe krenarisë së këtij qyteti. E ndërsa Bashkia e Vlorës kërkon furishëm të rikonstruktojë ç'të mund, ka haruar thjesht të mirëmbajë vlerat dhe historinë e qytetit. Nëse të bie rruga të kalosh në lagjen e vjetër Muradie, me keqardhje çdo vlonjat do të konstatonte se asgjë nuk i ngjan më rrugës së famshme të pavarësisë, madje as rrugës së dikurshme të artizanëve e zejtarëve të qytetit të Vlorës. Historia tashmë është xhbër, pasi Bashkia e Vlorës, duke lënë pluhurin e aresës të deportojë nga do në grin që karakterizon qytetin, ka lënë mënjan ato vlera të cilat pashmangshmërisht janë krenaria e Vlorës dhe vlonjatëve. Në këtë 100 vjetor të pavarësisë, Vlora dhe vlonjatët do të duhet të harojnë disa fakte, sikurse këtë rrugë e cila jo vetëm nuk i ngjan më as pak asaj të dikurshmes, por është kthyer në një treg të mirëfillt vjeturinash, e me qira fjala, e vjetër është edhe dukja e saj, fasadat e palyera, kaldrëmi dëmtuar edhe pse shtruar pak vite më parë, por ajo çka është e pafalshme është haresa, citojnë qytetarët. Po duhet vendor me ndryshime, mendoj edhe për sistemimin e këtyre gjërave më ndryshe. Nuk ja vlen kjo, nuk mund i thuash dot rrugë muze kësaj. Edhe po t'i vesh një emër tjetër, se rrugë muze s'mund ja vesh emër. Duhet vendor, patjetër. Nuk e meritojmë neve. Sidomos vlonjatët janë shumë të rregullt, shumë të pastër. Keq është. Duhet të rregulluar. Të jap një qytet të bukur edhe të mirë. Kemi mohuar çdo vlerë, kemi shkatruar ç'të mundin dhe kemi fshirëdhunshëm çdo pjesë historike e monumentale që qyteti ka, ndërsa vështirë që ky 100 vjetor ta gjej Vlorën ashtu si ajo meriton të kremtojë këtë festë të madhe. Ky është kompleksi muzeor i rrugës Justin Godart, ku na ndajnë dhe vetëm në 42 ditë nga kremtimi i 100 vjetorit të pavarësisë, ashtu sikurse keni mundësi të vëreni edhe nga pamjet, kjo është situata e cila do të na shoqërojë. Do të kremtojmë 100 vjetorin në kompleksin muzeor Justin Godart nëpërmjet mbeturinave të cilat vijojnë të hidhen në rrugë. Kaldrëmit i cili është dëmtuar rënd nga punimet e sheshit të flamurit dhe mbi të gjitha tregu të rrobave të vjetra i cili mbizotron në këtë qytet. As edhe në këtë 100 vjetor dhe në këtë prag 100 vjetori nuk janë marrë masa, e duket se historia e Vlorës po ç'bëhet nga dita në ditë.